Përplasja e një motociklete me një mjet bujqësor ka shkaktuar një të vdekur. Aksidenti ka ndodhur në aksin rrugor nacional Divjak, pushimi i shoferit. Sipas burimeve nga policia, bëhet me dije se një motocikletë është përplasur me një mjet bujqësor në fshatin Zharnec. Nga përplasja ka gjetur vdekjen drejtuesi i motocikletës Ismail Dervishi, 70 vjeç. Në vendin e ngjarjes shkoi policia rrugore dhe ekspertët rrugor për të bërë këshyrjen e vendit të ngjarjes dhe për të përcaktuar shkaqet e aksidentit, teksa nga ana tjetër është ndaluar edhe drejtuesi i mjetit bujqësor Mesut Malko, 67 vjeç. Nga verifikimet e para mësohet se viktima është përplasur me frezën e zetorit, i cili ishte mbi trotuar. Të moshuarit i ka kapur këmba tek cepi i agregatit dhe më pas është përplasur me gjithë motocikletë. Mungesa e kaskës mbrojtëse ka bërë që ai të humbi jetën në vendngjarje. Ndërkohë që aksi rrugor ku është regjistruar aksidenti është një rrugë me qarkullim të dendur dhe problematik të shtuar, pasi kalon nëpër zona të banuara, si dhe gjithashtu qarkullon një numër i lartë motocikletash që përdoren nga banorët e zonës.